2 ditë pas vedorzimit të tij në polici, Kamber Sulça, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarki, ka dalë përpara gjykatës në Gjirokastër për t'u njohur me masën e sigurisë. Avokati i tij ka kërkuar masë më të zbutur, duke argumentuar dhe faktin e dorëzimit të Sulçait, por tokat e zeza kanë lënë në burg pa afat. Nga ana tjetër, 48 vjeçari nuk ka pranuar që të flasë, duke mos dhënë shpjegime për rrethanat e krimit ku mbeti i vrarë italiani Sarki. Ngjarja e rëndë ku mbeti fillimisht i plagosur rënd biznesmeni italian, por më pas ndërroi jetë, ndodhi më 27 shtator në salaritë të Pelenës, ku Edoardo Sarki kishte shkuar te banesa mikut të tij e Qeren Braçit dhe djemvet e tij për gjah. Kamber Sulça po udhëtonte drejt stanit që kishte në pronësi jo shumë larg vendit ku ndodhi ngjarja. Në rrugë ai është ndeshur me automjetin ku ndodhej Gazmend Braçi, së bashku me disa miq. Për shkak të dritave të gjata të ndezura, mes tyre ka shpërthyer një debat i ashpër verbal, i shoqëruar me fyerje dhe sharje. Pas përplasjes verbale, Gazmend Braçi është nisur drejt banesës së tij në salari, por Sulça e ka ndjekur nga pas. Makina Braçit është prishur dhe ai ka telefonuar te atin e Qeren Braçi që të shkonte ta ndihmonte. Ky i fundit është nisur me 2 makina drejt vendit, ku në njërin prej mjeteve ndodhej dhe biznesmeni Sarki. Sapo kanë mbërritur në drejtim të tyre shqelluar marm zjarri, një prej plumbave ka goditur italianin, i cili më vonë humbi jetën si pasojë e hemorragjisë së madhe. Sipas ekspertëve të policisë, autori kishte përdorur një armë gjahu me vjaska dhe me dulbinate, të ngjashme me ato që përdoren për gjuhë e tij, armë të cilën e ka dorëzuar në polici.